Kryetari deri tani i të Arcës, Nuhi Neziri, i ka dorëzuar detyrën kryetarit të ri Daut Memishit, që këtë pozitë fitoi më 19 tetor në rrethin e parë të lokaleve përballë Nazim Taipit të AKI-s. Neziri dhe Memishi pas planim dorëzimit të detyrës zhvilluan një konferencë të përbashkët nga ku njëri u falenderoi qytetarëve për të gjithë këtë rrugtim, kurse tjetri falenderoi qytetarët e kësaj komune për besimin e dhënë në këtë zgjedhje. Kryetari i ri i komunës, Daut Memishi, tha se 4 vjeçarin që fillon nga sot do të realizojë të gjitha projektet që i ka premtuar në fushat para qytetarëve të Arcës. Premtoi se të Arca do të jetë një nga komunat që do të ngritet në piedestal të lartë në nivel republikan. Po asnjëherë nuk është mjaft dhe çdoherë do të duhet komuna e të Arcës të jetë në nivel më të avancuar si në aspekt infrastrukturor, në aspekt të arsimit dhe në sport dhe në gjitha sferat tjera të mundshme. Unë ju garantoj një gjë qytetarëve që do të jemi përkushtuar ashtu siç kam premtuar gjithmonë. 24/7 do të thotë për të dhënë më të mirën e mundshme nga vetvetja ime. Kurse Nuhi Neziri, që në krye të Arcës erdhi 4 vite më parë e që sot detyrën ja dorëzoi Memishit, tha se gjatë këtij mandati, me përkushtim, ka punuar për realizimin e projekteve që kanë lehtësuar jetën e banorëve të kësaj komune. Andaj sot përmbyllëm në një bashkëbisedim të drejt për drejt me kryetarin e ardhje, zotin Daut Memishi, i cili mori detyrën përsipër për të vazhduar e veçanërisht projekte të cilat janë në rrjedhën e kohës së realizimit të tyre gjatë këtij viti kalendarik, i cili do të jetë në vazhdim të përmbylljes së tyre. Daut Memishi garën për të parën e komunës të fitoi nga rrethi i parë i zgjedhjeve lokale më 19 tetor. Përballë tij, në garën për të parën e të Arcës ishte Nazim Taipi. Dallimi në vota mes Memishit dhe Taipit ishte 1392 vota në favor të Memishit, i cili kishte siguruar të përkthyer në përqindje 54.60% të votave.